Pasi nuk është bërë kjo, nuk është zbatuar detyrimi ligjor që kanë organizatorët, ka ndërhyrë Policia e Shtetit sipas procedurës standarde me shihesin, pra me ujëthesin, për shpërndarjen e autobusëve. Nuk është përdorur te kryeministria, nuk është përdorur gaz lotësjellës. Po tek kuvendi? Pra, faza e para kryeministrisë përfundon këtu që u përdor vetëm ujë. Autobusit u shpërndan, shkuan në para godinës së kuvendit, atje me përshkallëzimin e situatës, pasi fillimisht autobusit kanë tubuar, kanë protestuar paqësisht, nuk kanë pasur tendenca me punonjësit e policisë, kanë tentuar për të konfrontuar me ta, janë tërhequr dhe ajo që thash edhe më parë, pas një periudhë kohe, ndoshta rreth 30 minuta, ka ardhur, pra kanë marrë rejsin tjetër, furnizimin tjetër me lëndë djegëse dhe i kanë përdorur në atë moment, i kanë hedhur kundër punonjësve të policisë. Dhe Policia e Shtetit, të themi edhe atë që është e vërteta, ka treguar edhe durim. Në momentin e parë, pastaj ka përdorur, sipas procedurave standarde, ka përdorur të gjitha mjetet për shpërndarjen e këtyre autobusëve. Deri ka arritur edhe në përdorimin e gazit lotësjellës, pasi u rrezikua seriozisht jeta e punonjësve të policisë. Edhe goditje me shkop gom, apo? Po, pra në momentin që janë konfrontuar, patjetër që përdoret shkopi gomës, sepse janë pajisjet e menaxhimit që një punonjës policie merr në këto raste. Po me gur apo me pllaka, se pash dhe një foto që ishte publikuar sot, janë shkurur pllaka, janë goditur me gur oficerët e policisë? Kjo është edhe nga kryesisht në tubimin e mëparshëm, është policia është goditur shumë nga autobusit me gur, pasi nuk kishin shumë materiale lëndë djegëse dhe janë goditur me gur. Ndërsa në tubimin e ditës së dieshme është kompensuar, ajo hedhja e gurve është kompensuar me lëndë djegëse. Pra me gur shumë pak është goditur, u hodhen, pra një pjesë e autobusëve morën gur nga toka dhe i hodhen kundër punonjësve të policisë, nësa pjesa tjetër më e madhe që një grup që tashmë është një bërtham që përdor këto lëndë djegëse, i hodhen kundër punonjësve të policisë. Janë identifikuar, besoj, nga ana e policisë? Janë identifikuar, janë ditën e dieshme, janë shoqëruar 21 autobus, 17 prej tyre janë ndaluar dhe 4 të tjerë janë minoren. Pra dua të them dhe diçka që përdorimi i minorenve në tubime. E vërteta është, mund të themi është një krim që përdoren minorenët në këto tubime, kryesisht kur janë dhe me rrezikshmëri, që janë dhe lëndë djegëse, sepse minorenët nuk e din, pra për shkak të moshës, nuk din as rëndësinë, nuk e njohin se çfarë është lënda djegëse dhe marrin përsipër për t'i përdorur ose për të marrë pjesë në këto tubime që janë dhe me rrezikshmëri. Janë të rrezikshme dhe nuk duhet të përdoren nuk duhet të përdoren fëmijët, minorenët në këto tubime. Sepse dhe policia në momentin që reagon, gjithmonë ne kemi të shkruar edhe në procedura standarde, ku do të përdoret gazi lotësjellës edhe ku përdoret uji shihelsi, pra jo kundër personave që janë vulnerabël. Sepse atje ka gra, ka fëmijë dhe gjithmonë, por kryesisht kundër atyre personave që janë irritus, që nxisin turmat për të bërë kryesisht për të hedhur këto lëndën molotov ose për të krijuar konflikte me punonjësit e policisë. Edhe një pyetje të fundit, zoti Çeli, sa shpejt përhapet zjarri nga momenti që shpërthen, pra ajo që ne komentuam foto, molotovit, te perimetri për shembull? Me rënien e lëndës djegëse në tokë, pra në sipërfaqen e tokës, përhapet menjëherë. Menjëherë, nuk ka kohë. Dhe ajo që thash edhe në fillim është e vështirë edhe për t'u fikur, sepse ajo merr në mënyrë të menjëhershme, zjarri është i menjëhershëm dhe i pa kontrolluar. Kështu që kjo i dha edhe pasojat, siç i pam edhe te punonjësit e policisë, me rënien e tij në sipërfaqen e tokës,
ajo shpërtheu dhe punojësi policisë me njëherë ka marrë flak në pjesë të gjymtyrë të poshtme, kanë marrë robat dhe është dëmtuar që është sot në atë gjendje që është në spitalin e traumës. Mirë, drejtor Qeli, unë të falenderoj shumë. Ishe kënaqësi, faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit edhe ju. Ishim me drejtorin e rendit publik në Policinë e Shtetit, zotin Gron Qeli. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak me të tjera zhvillim.